këtu ne dhe nga Bekenisi. Na shfrytëzojnë. Vemi te drejtoresha, nuk na pranon. Rrogat na i vonojnë. I talëm fare punën të rinë, të një familje mi babu, kun jam merdi. Pse nuk po ndërhyjnë institucionet? Ndërmarrja e pastrim gjelbërimit në Vlorë vijon të përballet me tensione dhe protesta të punonjësve, të cilët denoncojnë shkelje të përsëritura të kodit të punës. Sipas tyre, vonesat në paga, puna jashtë orarit e papaguar, kushtet e vështira të punës, si edhe rastet të bulizimit dhe sjelljes arrogante nga drejtuesit, kanë krijuar një situatë të papranueshme në ndërmarrje. Punonjësit pretendojnë se pagat nuk janë paguar në afatet ligjore, në kundërshtim me detyrimin themellor të punëdhënësit për pagesë të rregullt dhe të plotë. Po ashtu, ata thonë se janë detyruar të punojnë jashtë orarit pa u kompensuar, çka përbën shkelje të qartë të dispozitave të kodit të punës për orët shtesë. Një tjetër shqetësim lidhet me kushtet e punës, të cilat punonjësit i cilësojnë si të rënda dhe të pasigurta, duke ngritur dyshime për mos respektim të standardeve të shëndetit dhe sigurisë në punë. Përveç kësaj, ata denoncojnë bulizim, presion psikologjik dhe trajtim jo dinjitoz në vendin e punës, veprime që bien ndesh mbarimet e mbrojtjes së dinjitetit të punonjësit. Kjo është protesta e disajt që prej emërimit të Anjeza Shiko në krye të ndërmarrjes. Në këtë kontekst, punonjësit dhe qytetarët të Vlorës ngren pyetjen se pse Inspektorati i Punës, Prokuroria dhe organizatat e mbrojtjes së të drejtave të njerëzit nuk kanë ndërhyrë ende, pavarësisht denoncimeve dhe protestave të përsëritura. Punonjësit kërkojnë një hetim të pavarur dhe ndërhyrje urgjente nga institucionet përgjegjëse për të garantuar respektimin e të drejtave themellore të punës dhe dinjitetin njerëzor. Deri më tani nuk ka një reagim zyrtar nga drejtuesit e ndërmarrjes apo nga institucionet e përmendura lidhur me këto akuza.